Mirë mëngjes, mirë se erdhët në Vila 24, e kënaqur të jem me ju dhe akoma dhe më e kënaqur që Katerina na rikthehet në Vila 24. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes e dashur. Po kati puna mori malli. Edhe mua shumë. Më mori malli shumë, më mori malli edhe për ty, edhe për anvisat, por sigurisht edhe për stafin që kemi më prapa kamerave. Edhe anvisat për ty edhe kam pyetur, na kanë shkruar, po kati po është. I falenderojmë. Po mirë, shiko, kemi nevojë për një restaurim. Kati bërë një refresh kështu dhe na vjen më e freskët, më e shplodhur, edhe rëndësishme është që ne vazhdojmë të jemi bashk. Unë i pata thënë edhe publikut të javëve të kaluara që do kishim një shkëputje të vogël për angazhimet e tua personale, po e themi kështu, t'i bëjmë pa kurioz, por tani jemi bashk për të nisur javën me ritmin ton të gjithmonshëm. Patjetër, do të përgatisim një gjellë pranverore faktikisht, do të bëjmë edhe këto kulaçka, do me thënë, ose biskota të Pashkët. Sa që, po kemi dy fundjava në vazhdim. Dy fundjava, vërtet. Këtë javë do gatuajmë për miktan katolik, dhe javës tjetër janë këto Pashkët ortodokse. Kështu që do të kemi gatime edhe për të dyja palët, do me thënë për të dy. Shumë mirë. Që paka shumë janë të ngjashme, kanë rritën që i kanë të përafërta. Që do të thot, a le të themi njëherë, me qiqrat ne do t'i themi pranverore sepse do t'i përgatisim me spinaq, por mund t'i bëjmë edhe me mix lakrinjash, që do të spinaq, mund të edhim labot, që unë kam edhe labot këtu, mund të hedhim akoma edhe, si quhet kjo, lakra tegra. Hithra. Se kur ta dija, se e di që e përdor hithra. Jo, hithra më pëlqen të shkon mjaft mirë me qiqrat, sepse qiqrat këtu i kemi, do me thënë, me protein, zvendëson mishin, qoftë të pullës, qoftë edhe mishin e qëngjit. Nuk bëjmë mish qëngji me lakrinja, me spinaq? Nuk do e bëjmë me mish qëngji, po do da bëjmë me qiqra. Dhe është edhe i lehtë, i shishëm, i shëndetshëm. Dhe çfarë do të kemi, shiko sa pak përbërës, si do të thotë, kemi këto spinaqet ose mix lakra, do të kemi qiqra, do të kemi kopër, si që i kam këtu, një qep të thatë, 2-3 qep të njoma, limon, nëse dua, mund të presim me vezë e limon, nëse nuk dua, e ndërpresim vetëm aty duke shtuar vetëm limon dhe jo vezë. Limon do të shtojmë pa tjetër, sepse limoni duhet të shtuar për të përthithur hekurin e spinaqit. Ndërkohë do të kem edhe një lugë të supës miell, krip piper edhe vaj ulliri. Këto janë përbërësit që sigurisht qiqrat janë shumë të thjeshta si përbërës, por mënyra se si do të gatojnë, do të bëjnë shumë të mira, do të bëjnë të shishme dhe është një pjatë kryesore për vaktin e drekës. Tjetër gjë? Po, do të bëjmë këto biskota dhe këto biskota janë shumë të thjeshta, të cilat do t'i bëjmë me miell, sheqer, baking powder, sod, gjalp, do t'i bëj unë, nuk është se zbëhen edhe me vaj, por unë do t'i bëj me gjalp, duaj që të më shkrive, do me thënë në goj, të bëjnë të shishme dhe sigurisht që kemi nevojë të konsumojmë edhe biskota me gjalp. Edhe me cipën dhe lëngun e portokallit. Gjithashtu, një e veçantë që do t'jetë për këto biskotat, nëse ju ndodhet dhe nëse e keni mundësinë që ta merrni, është kjo mastika. Kjo faktikisht është rëshira e një lloj peme që ngjason me pishën. Edhe faktikisht kjo gjendet në ishullin e Chios në Greqi. Aty do me thënë andej përpunohet edhe vjen si. Ka një shije shumë të mirë, janë dhe çimçakizat që bëhen me këtë shije, por ka një shije shumë të mirë. Nëse ju ndodhet, mund të hidhni 2 lot, do me thënë, ta hapim, shumë pak duhet. Kjo vjen ka si në kristal, kështu, sa interesante. Në pizza loti, kjo e ndryshe. Ja, kështu janë këto, shumë të... Shishe, sa të lezetshme? Bëmë këtu më mirë se ndoshta këtu në... Duke më mirë. Së të më kërë njësi, si gurë të çmuar. Ashtu, gurë të çmuar. Vërtet gurë të çmuar, sepse përveç se për këtë aromën e mirë që kanë në hynë në shumë ëmbëlsira dhe gatime, këto përdoren edhe për kurime, do me thënë për kurime për shëndetin. Janë dhe kurative. Dhe janë dhe kurative. Madje të gjitha... Me këtë paketime i gjeni, me këtë emër, tek dyqanet në Ranzi, se do të na pyesni ku e i gjejmë. Në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi. Gjeni jo vetëm mastikën që unë kam në duar, por gjithçka që ne kemi në këndin ton të gatimit sot, që nga qiqrat, vaj ullirit dhe gjithçka tjetër, gjalpi i freskët, sepse i keni të gjitha, pra, ndaj nëse doni të gatuani njësoj si ne, pse jo,
të mos i vizitoni e zbuloni dhe këto përbërësit e veçantë që gjënden tek në ranci. Kjo është shumë interesant, unë jam kurioze të shoh se si do të vi në gatim. Mirë, do t'i provojmë në fund dy biskotat. kokriza more, dy. Janë mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër. Tani këto, nëse kemi atë, si thua, shtyp si në shtëpi që kemi që i shtypim qoftë piperin e zi, që duam që të jo në mulli, po si quhen ato, gudhi, quhet ndryshe, nuk e di se si. Që i shtypim. Që është çekiç për të rrahur. Për të rrahur, qoftë kokrat e piperit, qoftë këto. Kështu që unë, nga që nuk kam atë, do t'i hedh këtu brenda dhe do shtoj sheqerin, që të përzihet, ngrihet bashkë me sheqerin për të nxjerrë atë aromën e mirë. Kështu bëheni dhe juve në shtëpi, sepse vërtet do të keni atë rezultatin e duhur. Do të hedh 3, edhe 2 të tjera do t'i hedhim këtu. 5 lugë sheqer do të hedhim këto biskotat. Pra ne do filloj me biskotat? Do filloj me biskotat fillimisht. Hodhëm pra 2 lotë mastike këtu brenda, kemi hedhur edhe 3 lugë sheqer, do t'i grim për të marrë atë aromën e shijen e mastikës, dhe pastaj më mbrapa do të kalojmë këtu te pjesa e gjalpit, që do të bëjmë përzierjen edhe të gjalpit. Gjalpin unë e kam nxjerr këtu, do të thënë një pjesë të gjalpit mund ta tregosh Anila edhe paketimin atje. Patjetër, dhe është një gjalp super i freskët, që nena ndryshon kritikisht, sidomos ëmbëlsirat e duana. Ne do t'i bëjmë e gjalp, thamë që na duhen biskota të shkripta, të cilat do të shijojmë së bashku dhe është një rekomandim për fundjavat që kemi në vazhdim, të cilat janë festive, si që janë Pashkët, pra që janë 2 të diela rresht. Ja, u bë gati edhe kjo. Pra ky është sheqeri, edhe ka marrë dhe aromën e kësaj mastikës. E hodhëm këtu tek gjalpi, do ta përpunojmë tani bashkë me gjalpin. Edhe ta afroj pak këtu. Duhet që gjalpi të jetë në temperaturë ambienti. Do punohet që të ketë mundësi që të punohet. Me rrahëse. Do ta bëj pak me këtë fillimisht. Në rregull, shumë mirë. Dhe unë përfitoj nga koha për të lexuar në ekran recetat. Shumë mirë, sa të më bëhet gati. Le t'japim edhe hapësirën e dur pikërisht edhe gjalpit dhe sheqerit për të bërë bashkë një masë më kremoze në përgatitjen e biskotave të Pashkës, dhe receta e plotë është ajo që kemi së bashku në ekran tani me këto përbërës. Pra do të na duhen 450 gram miell, 250 gram gjalp, 150 gram sheqer, 2 të verdha veze, gjysmë filxhani çaji me lëng portokalli, na duhet cipa e 1 kokre portokalli, na duhet 1 majlugë kafe mastik, pra ato kokrizat që ne ja u treguam pak më herët, do të na duhet 1 lugë çaji me baking powder, gjysmë lugë kafeje me sot buke dhe 1 maj krip. Çdo ëmbëlsirë do edhe 1 maj të vogël të kapjes së gishtërinjve me krip. E ndërkohë receta e drekës për sot, ajo pjata kryesore është qiqra me spinaq, dhe për këtë recetë na duhen 300 gram qiqra, na duhet 800 gram spinaq, 1 qep, 3-4 qep të njoma, 1 tufë kopër, 1 lugë supe miell, na duhet 1 lugë supe me mix erzash, 1 ose 2 vezë, na duhet 1 limon, na duhet vaj ulliri, krip edhe piper. Pra, drekon sot e kemi nisur shëndetshëm, një kombinim të qiqrave me spinaq, që sigurisht do të konsumojmë sot edhe në midis vaktesh biskotat që ne po i bëjmë sot, por ju mund t'i bëni pikërisht ashtu sikur se biskotat janë të ndërtuara për festën e Pashkëve. Ndërkohë qiqrat besoj Kati ke zgjedhur këtë paketimin këtu, të cilat kanë nevojë të qëndrojnë një natë më parë një natë më përpara në ujë, dhe pastaj sot të nesmen hedhim ato ujin që kanë qëndruar për gjithë natë, dhe vendosim në ujë të ftohtë me 1 majë skrip, dhe vendosim që të ziejnë në zjarr të avashët, gjithmonë në zjarr të avashët. Ndërkohë që këtu kam shtuar gjalpin edhe sheqerin, do të hedhim edhe të verdhat e vezëve. Dhe vazhdojmë rrahjen. Anila, të lutem më sill dhe 2 lugë sheqer akoma, ta plotësojmë. Po. Edhe kalojmë atje pastaj që mos përdorim. Do t'i shtoj këtu brenda? Po, këtu brenda. Ma shtu aty, shumë. Opa, faleminderit. Të lutem.
Në rregull. U krye, Nuk ka nevojë, po jo, nuk ka nevojë për më tepër, është mjaftueshëm. Okej. Tillëm këtu. Edhe afrojmë këtu tani. Në qendër që të kemi të punojmë këtu. Këtu kemi mielin. Këto janë të bardhat e vezëve që nuk na duhet. Që do të thotë fillimisht do të fillojmë do të hedhim baking powder, do ta hedhim një lugë këtu tek pjesa e miellit, po. Një lugë të çajit e hedhim atje dhe do të tharrazojmë. Ndërsa sodën do ta hedhim tek këtu kam lëngun e portokallit, gjysmë lugë sode. Pse bëhet kjo kat? Ka nevojë soda të tretet Shiko, soda i mban, domethënë i rrit më tepër volumin, baking powder i mban të buta. Jo, them pse njërën e shton tek pluhuri dhe tjetrën e tret në lëng. Ja, do ta shikojmë këtu tani, shiko. Tu e tret në lëng sepse soda edhe era e ikën nga pjesa e portokallit. Por shiko tani si bën. Kryen dhe atë reaksionin. Kryen edhe këtë reaksionin. Ikën era e sodës, edhe merë këtë si të më shkumëzohet për të rritur atë volumin. E kuptoj. E mbaj këtu për momenti. Trazojmë këtë këtu. Baking powder. Duhet trazuar kjo me patjetër. Kemi këtu dhe cipën e portokallit. Duhet portokallit të jenë të freskëta për të marrë cipën e portokallit. Po, të freskëta dhe të lara. Patjetër. Bëhen shumë të mira, shumë të shijshme. Thash, pjesa e mastikës është një aromë jashtëzakonisht e mirë. Nëse ju ndodhen andisave, sigurisht që bëhen diçka ndryshe këtë lloj biskota, por nëse jo, mund të shtojnë vanile edhe thjesht me këtë pjesën e cipës së portokallit. Edhe kjo është një lloj, si thua, shije shumë e mirë. Po krye. Sa aromë të mirë pas ka patur këtë portokalli. Po, pra. Me njëherë u të shlirua këtu. Tani të razojmë këto. Lëngu dhe soda. Mielin ja hedhim gradualisht, apo? Do me thënë, hedhim një pjesë të mielit, edhe pastaj hedhim edhe pjesën tjetër, derisa të na bëjë si një plastelin. Nuk bëjmë, do ngelet një brum i butë. Nëse kemi nevojë pastaj për brumin dhe nuk e punojmë dot sepse jemi në ambient të ngrohtë të shtëpisë, mund ta vendosim për pak në frigorifer dhe e nxjerrim. Po, se duke qenë se është brum gjalpi, frigoriferi do ta ampiksi edhe do ta bëjmë më të lehtë. Si punë e brumit të tartës. Po, e qartë, po. Po, fikse edhe mënyra e shkrirjes së gjalpit në të Ndërkohë që këto ka nevojë, pasi të bëhet tani brumi, ka nevojë edhe të qëndrojnë. Duam që brumi të përthithet nga gjalpi edhe nga si të ashtë lëngu i portokallit. Nuk e punojmë shumë, thjesht lehtas për të thithur lëngjet. Dhe mendoj edhe mielin që kam, po thuaj se është aq sa duhet. Po, do ta marr komplet. Ju do të respektoni gramaturat që unë i them në recetë. Dhe ndërkohë do ta shikoni juve edhe vetë me thuash do të tregojmë edhe se si do të jetë konsistenca e brumit. Edhe pastaj do të që mos të na, kur do të fillojmë që t'i punojmë, do të kemi pak gjalp të shkrirë, edhe do t'i punojmë, me thënë që ta afrojmë brumin, që mos na ngjitë në duar. Po. Pra është një brum që punohet lehtë, që lehtë dhe atohet, nuk bëjmë atë brumin me ngjeshjen me duar si brumin e bukës, po themi, po e krahasoj kështu me qenë se është një lloj brumi që duhet punuar. Lehtë dhe thjesht i lëm kohë të qëndrojë dhe pastaj bëjmë dhe një ripunim tjetër të tij. Ku janë përbërësit? Pra tham që ju do të respektoni kaq mas për secilin përbërës, sigurisht, pastaj luani plus minus me mielin besoj pak më shumë, por nëse ju bëhet i qullet. Nuk do ta hedh tani la dhe atë tjetër. E lëm mirë me kaq. Po do ta lë vetëm me kaq sepse shikoj që e ka përthithur, edhe nuk ka nevojë, sepse pastaj na bëjnë biskota të forta dhe na bëjë si bukë. Kuptoj. Neve nuk duam, ne duam biskota të buta që të shkrijnë në gojë. Edhe janë shtamam. Nuk ka nevojë. Shumë mirë. E mori të gjithë, domethënë këtë mielin që duhet. Do ta lëm të pushoj. Dhe do ta kemi në momentin që do kthehemi për ta përgatitur. Do ta lëm të mbuluar me një pecet kuzhine.
pastrojmë duart, se ke goxha gjalp aty. Po. Na i ku 50 gram gjalp. Kam goxha. Jo, kam bajt pak sepse duaj që ta punoj pastaj. Nga kjo 250-që. Se 250 gram, thashun. Nuk hedh më tepër. Okej. Jo, them në duar unë, moj. Këto po. Këto do t'i pastrojmë, se nuk i lëm. Një. Do t'a lëm tani kështu, të mbuluar me atë pecetën anil, dhe unë të laj duart. Shumë mirë. Të falenderoj. Bukuri. Atëherë, brumin e biskotave do t'a lëm të pushoj. Dhe do filloj me gjella. Po. Do i kthehemi qiqërave, të cilat janë kështu, pastër, në kuzhinë, t'i largojmë kati, edhe i rikthehemi, besoj në pjesën e 2 do merremi me brumin përsëri. Okej. Në rregull. Atëherë. Po, se janë me gjalp, zakonisht biskotat me gjalp bëhen shpejt, piqen shpejt. Varet nga madhësia se si do t'i bëjmë, janë, do me thënë, fillojnë në temperaturën 170-180 gradë dhe mund t'i lëjmë në 10, 15 dhe deri në 20 kur i kemi të mdhaja. Por ne nuk do t'i bëjmë shumë të mdhaja, do t'i bëjmë ashtu të mesme. Kështu që do jetë në atë temperaturën deri në kohën dhe temperaturën 170-180 gradë dhe koha 15 minuta. Tani, këto qishtat unë i kam gati, janë zirë. Do filloj me tenxhere, ku do të bëhet kavërdisja fillimisht. Po, kemi qep të thanta, qep të njoma, kemi spinaq ose lakarinja të ndryshme, kemi kopër, edhe vez, limon, kripi perizi, edhe një luk gjelle, besoj është aty miell. Miell. Okej, që do të na duhet besoj për ta trashur, për ta lidhur. Për të trashur, për ta lidhur. Okej, edhe bëhet shumë mirë, hedhim, s'ka problem. Te vaj ulliri nuk është e thënë se duhet hidhet vaj për para, mund të shtojmë qepët, edhe unë të shtojmë të dyja qepët edhe të njomë edhe të tatën një kosisht, sepse një zbutje të lehtë do të bëjmë. Jo skuqje të rëndë. Jo skuqje të rëndë, jo. Dhe kjo lloj gatimi nuk do skuqje të rëndë, kështu që i hedhim. Janë në situatë shto jeshilleqet e pranverës, ka një tjetër shije. Është e bukur shumë kjo Stina tani, përgatima. Që ka edhe në dimër, por tani në pranverë, do me thënë, ka një tjetër shije, sepse janë rrezet e para të diellit, rrezet violet. Pas kanë dhe emër të bukur këto rrezet. Edhe na japin janë rrezet të cilat përcjellin edhe vitamina. Është e bukur kjo Stina, po thjesht sot me zona doli gjumi se na është ndruar ora. Si u zgjove ti? Apo se vurere fare, që s'kishte djellë? Mosha nuk e ka problema, Nila, qojt shpejt, qojt herët, sepse flëm dhe herët neve. Kështu që... Po pra, po, këto javën në parë, 2-3 ditë në para, me zorë në zë gjumi dhe me zorë zgjojemi. Ne që duhet vim herët, se... Hedhim edhe kripën, që të zbote, e kam ndezë, do me thënë, temperaturë të lartë. Ndërkohë që pasi do të zbuten këto, do të shtojmë edhe to lakërinjat që i kemi në mënyrë graduale, por unë do të bëjt një tjetër, do me thënë, që në momentin do më zbuten pak këto, do të hedhë mielin që ta kavërdis. Dhe pasaj do shtoj spinaqin. Nuk hedhë spinaqin, sepse në momentin që hedhë spinaqin, ose hedhë në momentin e fundit, nuk më kavërdiset mieli. Edhe mieli është ai që ka një aromë, dërsa kur bëhet kështu, këto janë ca gjëra të vogla që bëjnë ndryshimin në mënyrën e gatimit të gjellës. Dhe tjetra që sekreti më i madh i gjellës është ajo që ju kam thënë gjithmonë, duhet që të jenë të freskëta, duhet të jenë cilësore, më mirë pak edhe sakt, se sa të kemi shumë, edhe mos jenë gjëra, do me thënë, të shishme dhe të shëndetshme. Dhe tjetra është ajo që duhet që të qëndrojnë në temperaturë të ullët në mesatare, sa më shumë të qëndrojnë dhe të bëjnë me lëngjet e veta, aq me mirë dhe aq me shishme bëhet gjella. Tani, unë po thuaj se kam gati këtu për të shtuar edhe mielin. Mielin. Iku dhe mieli. Edhe me këtëm, në regu. E trazojmë tani të më kavërdiset edhe mieli. Edhe më mbrapa do shtojmë edhe spinakin. Dhe të pjesa e spinakit ka 2 mënyra. Ose i hedhim, do me thënë, si që i kemi, valojmë ujin dhe ja hedhim brënda, do me thënë, i përvalojmë, dhe i hedhim brënda dhe i bëj pashkimin pasaj dhe me qiqërat. Ose i hedhim edhe kështu në mënyrë graduale. Shumë gradualisht, pak nga pak, po. E kjo që shtohet, tani që i kam lakrat të egra, do me thënë që janë mix, do t'i hedhë këtu brënda. Nëse do t'i kisha vetën spinaq, se spinaq vjen pak si i rënd, ka si,
bëhet pak si i rënd dhe është mirë të përvëlohet para se të hidhet brenda. E kuptoj. Kështu që bëhet më i shishëm dhe më i mirë. Tani do t'i hedhim edhe këtu. Me Me hithra bëhet dhe me hithra shumë i mirë, do me thënë ky lloj gatim. Okej. E themi me qiqra dhe me këto jeshillëqe, sepse tani në pranverë është më mirë të kemi kombinime të tilla se sa të kemi vetëm qiqra që i përdorim në sezon të dimrit. Po. Është një mënyrë tjetër. Edhe bëhet shumë i shishëm. Në momentin pasaj që në fund fare e presim dhe me vezë dhe limon, bëhet akoma me plot si recet, por sigurisht që bëhet edhe shumë e shishme. Ja, do ta provojmë. Kjo është një pjatë kryesore, kanë ty? Është një gjell, pra. Me 2 ullinj, me pak djathë, do me thënë, nuk ka nevoj për salat këtu, me këto salaturina kështu, mund të kemi nga këto gjëra, do me thënë ullinj, djathë. Në një pjatë shoqëruese, po. Për ta shtuar, do me thënë, për drekën. Ja, sa të zbuten kështu. Këtu, faktikisht, kam nga të gjitha. Janë mix. Dhe shumë të mira janë në fakt. Sa më shpesh t'i përdorim, aq më të shëndetshme janë, mirë na bëjnë, të stinës janë. Sidomos dhe ata që kanë probleme me shëndetin, kjo lloj mënyre të gatuarit të qiqrave është shumë e mirë. Tani edhe qiqrat, fillimisht do t'i heqim pjesën e lëngut, do t'a hedhim brenda, por fillimisht do hedh vetëm kokrat dhe pastaj do shtoj lëngun më mbrapa. Po, se ndoshta kanë çik më shumë se ç'duhet. Ndoshta edhe ajo, por dua që edhe të më qiqrat kur i hedh brenda tani në këtë moment, si thua ka vërdisen pak. Marri një shkëlqim rreth, pavarësisht se do hedhim pastaj pak lëngje, por në momentin që i hedhim brenda, sepse tani qiqrat janë plotësisht të ziera. Nuk është se do t'i lëm. Tani brenda ne do t'i lëm me spinakin një 10-15 minutë, jo më tepër. Po, që më shumë të gatuhet qepa dhe të bashkohen shihet, po themi, se spinaqit nuk i duhet me kohë madhe. Duhet t'jenë plotësisht të ziera për t'i bërë kjo, do më të bëhet kjo. Ne kuptoj. Si që kemi thënë, për qiqrat vërtej duket sikur duan pak kohë. Asgjë më shumë, thjesht një tas me ujë në mbrëmje dhe të nesërmen do të bëni një zjerë normale, por mund të bëni të gjithë paketimin një herësh edhe i ndani. Pra ka mënyra e mënyra, i ruani për salaturina, i ruani për recetat të tjera, dhe një pjesë mund të gatuani edhe kështu në këtë mënyrë, si që ne po e Edhe sjellim shiko se sa shtojnë. Shtojnë, po, rrisin volumen. Sa kemi hedhur ne dhe sa ato shtojnë jashtëzakonisht. Është ajo që tha Anila, që mund t'i përdorim, i zim gjithë paketimi, edhe i kemi për salatra, për humus, për supra, për gatime kështu. Akoma dhe byrek i bëjnë. Edhe byrek, edhe pure bëjnë të mira. Po. Tani, kjo s'na dohet. Okej. Një gatimi i thjesht sot, por me thënë të drejtën është shumë i shishëm. Nuk përdorim salca, as domate, as gjë, sepse thamë që ne do t'a presim me vezë edhe limon. Do t'i hedhe edhe pak kështu piper të zi. Dhe do t'a lëm që të zijet, sepse është momenti që ne të bëjmë një shkëputje tani. Shumë mirë. Ndërkohë që do t'i hedhe edhe kopër, do t'i hedhe edhe lëngjet në masë, jo më tepër. Shumë mirë. Kjo nuk do shumë lëngjet. Dhe do t'a lëm që të zjej avash-avash, në temperaturë të ullët në mesatare. Bukuri. Pra kur të kthehemi ne na mbetet në recetën me qiqra të bëjmë vetëm atë prerjen me vezë dhe me limon dhe ta shërbejmë në pjatë dhe do merremi me biskotat. Biskotat. Okej. Bëjmë pak pushim. U lodhe ti? Na duhet pushimi. Na duhet pushimi. Pas pak jemi këtu, ju mos të largoni.
Vazhdojmë të jemi në studio, jemi rikthyer në pjesën e dytë në këndin ton të gatimit, aty ku kemi më pak kohë në këtë pjesë të dytë. Megjithatë, Kati është kujdesur që gjatë shkëputjes që patëm disa prej biskotave t'i vendos në furr, madje sapo i vendosëm, kështu që do t'i kemi edhe të pjekura. Të mendojmë që t'i nxjerrim të pjekura në fund fare, po t'rregojmë tani edhe mënyrën se si mund t'i bëjmë, se presim dhe me dorë. Pra, në rreth të parë ta shikojmë brumin se sa i butë është, do me thënë si plastelin. Edhe faktikisht nuk duhet jetë në temperaturë të ambientit, sepse në temperaturë të ambientit ngjitet edhe më tepër. Edhe sidomos kjo lloj tryeze që është merr ngjit, nuk është më mirë të punohet në tryezë druri, dhe tjetra nuk, pse është kështu kaq e butë, neve të hedhim miell për ta si thua mbajtur atë fortësim për të përgatitur biskotat, nuk ka nevojë. Nëse nuk e kemi mundësinë, domethënë, të tryezës, mund t'i bëjmë akoma edhe kështu. Po, dhe ashtu siç tham edhe më herët, në qoftë se shohim se brumina është çullosur më shumë se duhet, e vendosim në frigorifer. Në frigorifer, duhet në frigorifer, të paktën të qëndrojë për një 10-15 minuta dhe pastaj do ta keni gati. Tani i bëni kështu në shirita të tilla, pastaj format i jepni si të doni. Atje brenda neve kemi dhënë një formë të tillë, domethënë që bëhet si kordele. Pa, si një gjysmë gërsheti. Diçka kështu. Ta bëjmë dhe njëherë se na u ngjit edhe në dorë. Bëj pak me dy. Kemi shumë ngrohtësi këtu, edhe na lëshohet. Kjo duhet të jetë. Ta me ndihmën e një ene të vogël me gjallë të shkrirë, lyejmë duar dhe kjo na ndihmon që brumi të hapet, të jepet forma pa u prishur. Kjo qëndroj më tepër tani edhe nuk po qëndron si duhet. Po në gjithatë ne do të bëjmë një formë tjetër, s'ka problem. Mund të luani me format sipas dëshirës, se është zbutur jashtëzakonisht tani brumi edhe nuk qëndron. Megjithatë ne bëjmë edhe këtë. Tani përveç se kësaj është ajo që bëhet edhe gërshet, është edhe kjo që bëhet në këtë mënyrë, domethënë si së po themi. Si tet, diçka e tillë. Po. Del ajo. Na u bë shumë i butë tani. E lëm në frigorifer, Kati. Do ta lëm në frigorifer. E lëm në frigorifer, ne disa prej biskotave i kemi. Ato që nxorëm në fillim fare, sa i nxorëm në frigoriferi, na u bën. Kto tani na është lëshuar gjalpi dhe nuk bëhen kollaj, kështu megjithatë neve treguam një mënyrë. Ne kemi vendosur. Mund ta bëni akoma edhe në këtë mënyrë, si kërmill. Në formë të tillë. Në formë si gjysmë gërsheti do ta tregojmë në momentin që le ta marrim edhe një herë. Sa ashtu i kemi ato në furrë me këtë lloj forme. Po ngjiten, nuk s'ka gjë, mos e mundo hiç. E vendosim në një tas, e ta vendosim në frigorifer dhe ndoshta e tregojmë në momentin e fundit tani, dhe të bëjmë vezë tani sepse shikoj që u lëshua shumë. Dhe nuk dua që këtu tani neve të hedhim edhe kjo nuk më bë mirë, ajo pesha s'ka gjë, në rregull është. Mund ta vendosim edhe kështu. Edhe në frigorifer. Shumë mirë. Ndërkohë që merremi me recetën e parë. Çfarë kemi përgatitur në pjesën e parë? Një gjellë shumë të shijshme e të shëndetshme. Sot po gatuaj me produktet Neranci, kështu që her pas here sa herë që shfaqen recetat në ekran, ju kujtojmë se të gjitha përbërësit që ndodhen në recetë ju i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Neranci si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, dhe kjo është pikërisht receta e parë që jemi fokusuar në fillim të këndit të gatimit. Qiqra me spinaq, na duhen pra 300 gram qiqra, 800 gram spinaq ose jeshillëqe të ndryshme, ku mund t'i miksoni sipas shijes dhe dëshirës suaj. Na duhet një qep e tha, 3-4 qep të njoma, një tuf kopër, një lugë supe miell, një lugë supe mix erzash, një ose 2 vezë, na duhet limon, vaj ulliri, krip edhe piper. Pra ajo që bëjmë zakonisht kur gatuajmë me qiqra është i vendosim në ujë një natë më parë. Kjo është receta e biskotave të pashkës, të cilët ne po punonim brumin tani, një pjesë të cilave i kemi vendosur në furrë për t'u pjekur, realizuar me këto përbërës. 450 gram miell, 250 gram gjalp, na duhet 150 gram sheqer, 2 të verdha veze, gjysmë filxhan çaj me lëng portokalli, cipaj një portokalli, një maj lugë kafe mastik, na duhet një lugë çaj me baking powder, gjysmë lugë kafeje me sot buke dhe një maj krip. Tani, është momenti që ne të bëjmë atë prerjen e gjellës me vezë edhe me limon. Tani, një vezë, të plot vezën. Nuk ka nevojë për këtë lloj recete ta ndajmë veç të bardhën edhe të vezën, të verdhën.
E trazojmë kështu. I hedhim lëngun e limonit. Kajta më praktike tani. Po, si e bëjmë në shtëpi. Se edhe në shtëpi, ka raste që e bëjmë. Me ndihmën e një se bëjmë gjitha natyrjes. Hedhim lëngun e limonit. Unë do të hedh një pjesë. Faktikisht për masin që kemi, do të gjithin limon, do t'i hedh edhe pak vaj ulliri. Është vaj ulliri të fundit që po hedhim. Me thënë një pjesë e hedhim në momentin që e gatuajmë dhe një pjesë e hedhim këtu tek pjesa e vezës edhe limonit. Gjithashtu, është mirë të shtojmë edhe pak piper, i jep tjetër shije në këtë moment që e bëjmë këtë përzierje. Tani do të marrim garuzhdhen. Do të rregullojmë temperaturën e vezës, si mos të na pritet. Okej. Ashtu si të bëjmë zakonisht kur në supra apo në gatime të ndryshme, shtojmë vezën, pra për të mos lejuar që temperatura e lëngut të ngrohtë të gjellës të pres vezën dhe të mbetet pastaj ajo e bardha dhe e verdha veç. Okej. Nuk ka nevojë që ta e hedhim. Madje, nëse doni, mund ta tërhiqni pak, që mos jetë në... Që të shmangim Po temperaturën me gjitha të, që shikoni, unë e kam temperaturë të ullët, gjë që nuk më e trazoni kështu, nuk ka nevojë ta bëni me lugë. Si që keni tani, e fikni, e lëni në temperaturë të sobës dhe do ta keni gati për ta serviru. Me thënë, do ta lëni të qetësohet me sobë të fikur. Nuk... Po, ne nuk do e lëm fare të qetësohet. Jo, ne do t'i hedhim. Ashtu të shqetësuar do t'a shtojmë në pjatë. Dhe t'a shërbejmë, se s'kemi ko fare, jemi në 2 minutën e fundit. Edhe do të nxjerrim dhe biskotat nga fura, aj sa do të jenë si qëndron në veza, nuk pritet veza. Kjo është sekreti vezës të mos pritet. Një kombinim shumë interesant i qiqërave me jeshillëqet e stinës, jemi në pranverë, jemi në fund të marsit, edhe, si që themi, gjithmonë edhe gatimet dhe pjatat tona duhet i përshtaten edhe stinëve të lumshin duart. E kemi gati. Shumë e mirë duket. Nuk ka nevojë, du me thonë, haj pakës fare sa për kështu. Haj pakës, sa për të shkëllqyër, thot Kanti. Kur ishton vaj ulliri, thot i japim pak shkëllqym pjatës. Nga Afrika s'po i hedh fare. Nga meraku se mos e te pro, në? Mos e te pro, e. Tani, Kati, ti nxjerrim dhe biskotat. Ato, ja nxjerri Janila, qikojmë se si edhe mos nxjerrim dhe ato nga... Sepse këtu duhet thënë që përveç se kësaj, këtyre lloj biskotave i lyem edhe me të verdhën e vezëve. Me të verdhën e vezëve, pak ujë, një të verdhë vezë, pak, do me thënë, si tu ashtë një lugë të kafes. Aroma gjallë, pit, ndihet. Do duan edhe pak me që, duan edhe pak, edhe tjetra që neve këtyre, përveç se kësa Janila, duhet i lënë, kjo na doli një qikë mirë në fillim fare, se ishte fillimisht që doli, e të nxjerim atje. Kush na doli prap mirë. Këto që dolën të parat. Se pasaj u lëshua brumi, edhe kështu. Juve në shtëpi duhet i bëni në temperaturë të ftohtë. Që do të thotë duhet i merrni nga frigoriferi dhe t'i punoni. Jo të ashtu, sepse lëshohet. Nëse ju lëshohet brumi, përsëri do t'a vendosni frigorifer, sepse nuk duhet i hidhni miell. Këto, po të shikoni, janë shumë të buta. Edhe të shkrifta dhe të buta dhe kështu që ndrojnë. Ka ti duhet ta mbyllim. Mosë... Mos të nxjerrim brumi. S'kemi kohë, është ora 10 fik. Po e kuptuam, ne do t'i bëjmë ato që na kanë mbetur, nuk e çojmë dot. Patjetër që do t'i bëjmë. Kështu do dalin, kjo është ideja. Rëndësi ka që neve do të bëjmë edhe një herë tjetër, po në një mënyrë tjetër, biskota për javës që vjen në vazhdim, dhe do t'tregojmë edhe më saktë mënyrën se si do përgatitet. Do kujdesemi që brumin ta kemi të ftohtë brenda në frigorifer që
ta demonstrojmë këtu, do me thënë, mënyrën e pregatitjes. Kështu që ndjes për sot, por besoj që do jenë të kuptueshme dhe mënyrën e pregatitjes formave ju e bëni sipas dëshirës. Patjetër, përbërësit, brumi, mënyra e përgatitjes, kjo është pjesa më e rëndësishme sepse me format mund të luani sipas dëshirës. Dhe Anila e mori fjalën për të thënë ty të lumshin duart. Faleminderit e dashur, dhe tjetër që doja të thosha, para se t'i vendosni në furrë, do t'i lëni pasi keni bërë format, i keni dalë format, lyeni me të verdhën e vesme dhe lëni 5 minuta të qëndroj përsëri kur e keni lyer dhe pastaj vendosini në furrë. Më mirë është temperatura në 170 gradë dhe do t'i lëni për 15 minuta dhe do t'i keni gati, nuk ka nevojë për më tepër. Nëse do t'i keni në forma të vogla kështu siç i kemi ne. Ne su kemi hedhur dhe vezë, prandaj dhe nuk na kanë marrë atë shkëlqimin e vezës. Po që janë bërë të shkëlqyera, kjo ka rëndësi, ne do të na shijojnë edhe kështu kati, kështu që mos e vrit mendjen fare. Faleminderit ty. Nesër në orën 9 të tjera receta, sepse Vila 24 nis menjëherë në kuzhinë si çdo ditë tjetër. Tani është momenti që ne të bëjmë një shkëputje publicitare nga këndi ynë plot shije edhe aromi gatimit për të kaluar në pjesën tjetër të vilës tonë dhe për të pritur miq që do të vinë në studio këtë ditë të hanë. Pas pak. Mirupafshim.